janë licenca që firmosi një kontrat me Elbasanin, me atë, me këtë, që nuk ka lidhje me ju, dhe hidhen po në këtë sektor. Unë kam qenë te mjedisi dhe e di si funksionon, është mirë që të jenë vende të caktuara, të grumullohen dhe pastaj të ikin në mënyrë të kontrolluar të ai që ka licencën. Se në qoftë se do të lihet kjo, do jetë e njëjta problematikë, qoftë me gomat, qoftë me mobilerit, që është një problematik akoma më e madhe se gomat, se qyteti Vlorës ka shumë firma që janë në fushën e mobilerisë. Për sa i përket punëtorëve, kam një problem se më ankohen këtej në zonë e Qishbardhës e Xhyrinës, që vjen u presin këto gjeshtrat. Do të vazhdojnë akoma të fshin këta me gjeshtrat, apo do të jenë, se folën për Evropën këtu, folën për parimet e Komitetit Evropian që ata i pastrojnë kështu, nuk mendoj që në një vend të Evropës pastrojnë me gjeshtra. Mendoj e nderuar që në çdo vend të Evropës, kjo llogaria që bëri Nika, e bëra dhe unë, se s'duhet të përsëris se u thanë të gjitha, po të bësh llogari të marrësh një makinë që fillon na 15.000 euro dhe në 50.000 euro sipas standardeve, po të shikoni makinat që ka ndërmarrja, janë më modernet, mund të them, në Shqipëri, dhe për fat keq nuk ndrohet as vaj, as goma, as një gjë. Pra, me një analizë të lehtë, jo të gjim fajtorët, se nuk na duheni ka gjetë raporti KLSH-s, pavarësisht se ju thoni nuk është raporti përfundimtar, ne do ta presim raportin përfundimtar, por na pas ka dhënë shumë të drejtë në gjitha ankesat që kemi bërë, i ka projekt raporti që do a lexojmë herë tjetër kur të bëhet raport. Pra, është mirë të bëhet një analizë, jo të gjim emrat, jo të gjim fajtorët, të vini në një mbledhje dhe jashtë radhe, nëse është e nevojshme, me që nuk ka kohë, me që po mbyllet viti, dhe të gjitha këto që po flasin të jenë në shërbim të qytetarëve. Po erdhët tu me 400.000 metra trotuar, po erdhët tu me shifra, po erdhët për ata fshesaxhin që janë heronj e qytetit, qoftë ata, qoftë punëtorët e pastrimit. Jo, nuk e kemi thënë ashtu të thënë procesin, Gjergji. Unë po i falenderoj, e nderuar, nuk i ofendova, janë heronj të këtij qyteti në natë, në shi, në çdo lloj kohe, qoftë në vap, qoftë në dimër, ata janë në krye të detyrës. Unë po i falenderoj, nuk po i kje parasysh kur dëgjon. E di që ke një listë me patronazhistë ju ke dhënë llafin, e kam dhe atë shënimin tënd, po nuk duhet ta them në këtë mbledhje. Lëre për herës tjetër. Desha i falenderova e nderuar për është bërë ndërmarrja e Varezës me 22 veta. Po ky këshill me të gjithë votat pro, siç tha zoti Nika, jemi dakord në qoftë se vjen gjëra që janë emergjencë. Ngritëm duar të gjithë që thamë varezat e qytetit janë për të gjithë, ne se kemi të afërt çdo njeri prej nesh. Dhe ç'a ndodhi? Në çdo mbledhje komisioni kam kërkuar një herë të vetme, herën e fundit në praninë të kryetares, të paktën një foto që ata janë atje. Nuk ka ndodhur kurrë, nderuar. Dhe tani vinë dhe shtojnë edhe 4 të tjerë. Pra, hajde një njerë me një projekt, hajde një njerë ku janë kostot, qa duhet të shkurtojmë, qa duhet të rregullojmë për këtë qytet, provojnë një njerë të vetë me këtë këshill, mos të bëjmë vret, nuk duam emra kush janë fajtorët, provojnë një njerë të vetë me konsultimi në komisionin përkatës, kjo është për të mirën e qytetit, të ngrëmdorën të gjithë të ecim para t'ju lëmë dhe juve kohën, t'ju provojmë se e vetmja gjë pozitive që keni si kryetare, jeni kryetare që jeni bashkëvuajtëse me ne në këtë qytet, qoftë për problematikat, qoftë për gjërat e mira. Pra të gjithë bashkë të bëjnë gjë të mirë. Po erdhët tu, na hidhni syve, të thoshni, vetëm fshesaxhin, do shtojmë kaq, harroni nën kryetar, harroni këta, ç'a bëni? Kjo është që të na hidhni. Në qoftë se do bëni një analizë financiare, një analizë që qyteti duhet të ecë përpara, hajde ta votojmë të gjithë. Po erdhët kështu, duke na gënjur, vota jonë do jetë kundra dhe gjithmonë do na keni përballë. Faleminderit. E thoj pastaj, listën ta tregoj unë. Listën që ke bërë patronazhiste, është goli. Të s'do ta publikoj, por nuk do ta marr shumë seriozisht këtë gjë. Seriozisht çoj. Unë e kam publike këto që përnas. Unë e kam. Po në qoftë do dalin që ke çuar ti kur ti punsosh. Si do vej? Kur të punsoj. Jo sot jo. Po unë merrem. Isha me zotin Nika kur na tha që do. Ku kam dhënë ti pa? Zonja. Që vllai im është pa punë.
Zonja Kaplani, të lutem, kalojmë për projekt vendimin. Të lutem. Unë jam aktiviste e komunitetit dhe ju patronisti. Unë kam qenë me votin një Lori më bie brektu për të drejtat e tyre. Të lutem, Zonja Kaplani, zoti Gumbardi, ju lutem. Unë falenderova janë të heroj. Unë tash janë heroj. Baj përgjegjësi të plot. Të lutem, Zonja Kaplani, mos i kaloni gjërat në nivel personal. Zoti, ke shumë të drejtë. Jeni rogat, punojnë ata dhe vjetin të tjetër. Ata janë heroj. Mbaj përgjegjësi dhe për fjalën Fshetaçi. Ata janë heroj. Punojnë ata që Ti diskriminon. Edhe me gjesta. Diskriminon këtu në sallën e Këshillit Bashkiak është shumë gjë. Po, të mbaj përgjegjësi që kam thënë heroj. Kush i ka vjedhur pasaj, pas raportit të mbaj përgjegjësi. Hajde bashkë me mua të bësh kallëzimin. Për ata që vodhën dhe ata heroj. Zoti Gumbardi, të lutem, mund ta mbyllni këtë diskutim? Të lutem, Zonja Kaplani dhe Zoti Gumbardi. Ata heroj me katë. Zoti Gumbardi, ky diskutim u mbyll. Janë heroj. Janë heroj të vjedhur në vend të propozim. Janë punonjës pastrimit të nderuar për rolin dhe për punën që bëjnë, që ushtrojnë gjithë detyrën e tyre në funksion të këtij qyteti dhe që ne gjithë të jemi në rregull. Zonja Kaplani dhe Zoti Gumbard, mos kaloni në gjëra personale. Ju lutem, këtu po flasim dhe po diskutojmë diçka tjetër. Ju lutem dhe kujdes dhe me termat dhe me akuzat që bëni kundrejt njëri tjetrit. Të lutem, fjala është për Zotin Dede. Faleminderit, zonja kryetare. Ogeron, të dëgjova, Ogeri të dëgjova kur fole, të lutem tash se. Po mira, boll tash. Preferoj të mos të kthej përgjigje Geron, se merri shumë keq prisja që në fjalën tuaj, duke qenë se keni eksperiencë të gjatë në Këshillin Bashkiak, do të ishe shumë herë më konkret me gjërat, po the vetëm sa gjëra që nuk prodhuan asnjë koncept ekonomik mbase. E kam këtë efekt. Se ti di atë efektin që në ras që nuk e di kush e këtë, po nuk e kam këtë efektin se duke qenë mjeke, kam këtë efektin e kundër. Kështu që prisja nga ju kisha pritshmëri që fjala juaj do të nxirrte produkt sqarus, po nxorri vetëm një pasqyrë akuzash nga